veta. Kisha thënë të rasti konkret, besoj që ma shumë flet ajo që do të donim të ashinin me që nuk e pam, që ishte një vizit si duhet, e kryeministrit duke prit në kryeministri, në qeveri dhe jo në kuvend, si dhe deklarimet pas takimeve dhe me presidenten dhe me kryeministrin. Veprimet e komisionierës von der Leyen tregojnë saktësisht mesazhin që ajo ka dërguar se Kosova nuk ka institucione. Kur flasim që nuk ka institucione, të korrigjohem që të mos keq kuptohem, pra nuk ka institucione funksionale, nuk ka bartës me legitimitet dhe kompetenca të plota të atyre institucioneve. Për këtë arsye ajo u takua me një kryeministër në detyrë në kuvend dhe jo në qeveri. Çështja e dytë që ka rëndësi është pikërisht kjo që e thatë, a ka ndodhur takimet me qëllim që të ecim përpara, që të kemi një zgjidhje, apo takimi shfrytëzohet thjesht për konsum politik të brendshëm. Zyrja për media e komisionerës e ka arsyetuar mungesën e konferencës për media me zgjedhjet që janë duke mbajtur dhe ato që pritet të mbahen. Pra që jep një sinjal që informacionet e tyne janë që nuk do të ketë zgjedhjet të qeverisë nga kjo legislaturë. Gjithmonë po flasim për spekulime edhe për mesazhet që përçohen. Si, ka pritshmëri nga ta që mund të ketë së shpejti një zgjidhje me konsenzus politik? Besoj që diskutimi kjo është që shumë vite në Kosovë është duke mungu. Ne jemi gjithmonë si në politikin e brendshme, si në të jashtme, në cilën do situatë, fokusin duke e kthy ka tjetri. Besoj që është koha që nëse jo aktert politik, opinioni gradualisht filloj edhe ta kthej fokusin tek vetvetja. Kur thojmë tek vetvetja është që duke kërku llogaridhënie, duke kërku përgjegjësi, duke e sjell situatën që në një takim as presidenti mos ketë nevojë të kërkojë heqjen e masave, por të mos e bim punën fare mo që të vendosen masat, dhe nëse e kemi pruar atëherë të punojmë që ato të hiqen, dhe dyta që kryeministri në detyrë në këtë rast synoi ta shetë se biseduam për hapat e radhës, unë i kërkova. Çka kërkohet në një takim nuk ka rëndësi se çka është ajo që përputhet, apo edhe raporti hierarkik, për shkak se qeverisja dhe politika shpeshherë ndërkombëtare nuk është demokraci, është hierarki. Andaj po pyes, me që keni përvojë pune brenda institucioneve, a është kjo praktike rëndom që ndodhë brenda takimit, flitet për krejt diçka tjetër, mund të ketë edhe, le të themi, mos pajtime, mund të ketë kërkesa, afate, jashtë dalin me qëndrime jashtëzakonisht formale. Besoj që jo veç kjo qeveri, jo veç kjo presidenti, por që sa vitin Kosovë transparenca është diçka që përmendet, por nuk e përjetojmë. Edhe kjo është praktika e rëndomt e jo transparencës që e kemi në jetën publike në Kosovë. Fatkeqësisht, gjithçka keq përdoret. Ta thash që secili prej të dyve akterëve e përdori për konsum të brendshëm. Pse? Sepse asnjëri prej tyre nuk është i vetëdijshëm për pozicionin dhe peshën, barën, përgjegjësinë që mban mbi vete. Është një luftë e çmendur e egove që të shiten si superheron. Mirë po, nëse gjithë kemi pa filma, nevoja për superherojnë shfaqet atëherë kur mekanizmat shtetëror dështojnë. Edhe atëherë nevojitet një Superman, një Batman, një Spider-Man, po fatkeqësia është që ata që dëshirojnë të jenë këta superherojnë harrojnë që i kanë mundësi. Superherojt nuk janë real. Nuk janë real. Edhe kjo është, të thotë, kryeministrat e Norvegjisë e Danimarkës nuk i përmendas, nuk i njeh askush, janë shumë modest. Kjo ndodh dhe fatkeqësisht ndodh. Fatkeqësisht publikut i ofrohet ajo që jo që duhet me ndëgju, po që politikanë dojnë që publiku me ndëgju. Për shkak se ka që shumë vite, edhe kjo ka një raport reciprok, që mos dhe të vrej të e zgjatë, kur qytetari nuk e din pse ka votu dikën. Atëra ai nuk din çka pret prej tij. Ai pret prej tij me ushqy atë egon, atë nevojën për me ndëgju fjalë të mira dhe me justifiku arsyen pse e ka votu. Dhe kjo shkputje që vjen në zinxhirin e legjitimitetit kushtetues që quhet mes votuesit dhe
bardhësve të institucioneve vjen në atë kohë kur politika e ka sjell votuesin që tjetë votues jo racional, por mbi bazën e emocioneve, dhe politika mandej kthehet fushbetej e emocioneve, jo e veprave, jo e racionalitetit. Do të kthehemi kësaj çështje se na futen në një dimension tjetër analize, por për fillim që jemi tek po flasim për vizitën e presidentës të Komisionit Evropian, ju si lexoni mesazhet e saj? Po, absolutisht për të ndërlidh pak me atë që tha dhe zoti Berisha, një pamje shkret absolutisht për oborët të qeverisë Kosovës, teksa kryeministri duhet të shkojnë këmbë të takojnë në një objekt tjetër, edhe nuk është hera parë që një zyrtar i lartë evropian nuk takohet me të zgjedhurët e këtij populli, të cilët ja kanë dhënë një mbështetje masive. Se janë jashtëzakonisht kujdesshëm edhe në simbolika evropianët apo? Jo, more se nuk është hera parë që vinë, ata janë takuar në objekt qeverisë Kosovës, ka pasur të pjetë kohë që atë kanë dalë poshtë, e kanë pritë kryeministrat dhe e kanë... Po flasim kur kemi qenë me edhe ka pasur më pasaj edhe konferenca përjashtuar, normalisht këtë arsyetimin që mund të lidhet me çështjen e zgjedhjeve mund të jetë e arsyeshme sepse njëjtë u tha se do të veprojë edhe në Maqedoninë të Veriut për shkak se edhe Maqedonia e Veriut është në një proces zgjedhor. Po pamje shkret absolutisht për shkak se ka kohë që zyrtarët edhe të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara nuk e takojnë kryeministrin në objektin e qeverisë e Kosovës, që është edhe duke e përmendur gjithashtu edhe kur kemi pas takim në nivelit lartë, ta zënë të këtij kryeministrit, të këtyre ministrave që shkojnë dikon takojnë dhe i sjellin diçka të mirë këtij shteti për të cilin janë zgjedhur, përjashtuar presidentin e vendit, e cila ka një qasje pak më ndryshe edhe më shumë pranohet edhe në takimet në nivelit lartë, po edhe në diskutime të ndryshme ku theksohet çështja e Kosovës. Për të thënë tek ajo që kërkova heqjen e masave ose kërkova të themi futjen e Kosovës në agjenda të ndryshme të antarësimit, një diçka që jemi të e dëgjuar që 5 vite qeverisë, sepse kjo qeveri po i bën gati 5 vite, por këto kërkesa nuk po i dëgjoj kërkush. Këto kërkesa nuk po sillin të mira këtij vendit, janë 883 milion euro. Plus minus më shumë ose më pak, të planit të rritjes që Kosova nuk mund t'i marrë pikërisht për shkak të kësaj situatës që është kriju nga mungesa e institucioneve. Janë 8 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve dhe kemi ende një kryeministër që thotë ende ka kohë edhe ditë për të nisë procedurat për krijimin e qeverisë. Agenda e reformës është nënshkruar veç vitin e kaluar. Është e qartë, po është një farë ndërlidhje e këtyre është nga maji deri tani, sepse nga maji ishte plani që të fillonin. Dhe kemi një kryeministër që ende me qetësinë maksimale, nuk e di se ku e gjenë, me qetësinë maksimale në një situatë ku shumë sektor janë buzë greminës, thotë ka ku ende, edhe dhe ditë për krijimin e qeverisë. Çdo sekond, çdo minutë që kalon, çdo orë që kalon është shumë për shtetin e Kosovës, për të mos humbur më. Edhe as nuk ka përpjekje, ende as një takim nuk e dim publikisht, paktën që ka zhvilluar, qoftë edhe me partitë më minore që janë në Kuvendin e Kosovës ose me deputet, kur kanë mbetur pra edhe pak ditë për krijimin e qeverisë. Prandaj po them, në përgjithësi është një situatë totalisht e pakuptueshme edhe nuk e di se ta zëm edhe ne ndonjëherë që hedhim këto kritika, na kritikojnë ta zëm eksponent ndryshëm qoftë pushtetit, qoftë militant partive politike, sikur na thrasin që ne më bë pjesë e kësaj propagande, kësaj çmendurie, edhe çka në fund? Çmenduri. A pajto